che cosa si farà con questi altri 10 senza misura di sicurezza? Ne thamë janë ekzekutuar 42, 10 nuk janë ekzekutuar. Nga ata 10 që nuk janë ekzekutuar, 2 kanë qenë dhe më përpara në kërkim për krime të tjera që kanë kryer. Domethënë praktikisht janë 8 masa të pa ekzekutuara, sepse 2 kanë qenë më përpara në kërkim. Tani, zoti Mara e tha, por nuk e di pse s'doni ta kuptoni. Ka masa sigurimi për cilët që janë lëshuar ndaj drejtuesve dhe nuk janë ekzekutuar, por ka dhe masa sigurimi që janë caktuar ndaj drejtuesve dhe janë ekzekutuar. Shtypi media merret kryesisht me persona që ka paktën për publikun apo për median janë të njohur, por sa takon përbërjes së grupit, rolit të subjekteve në grup, jemi ne që përcaktojmë se cili është drejtues dhe cili ka rol të rëndësishëm dhe cili jo. Kuptohet duke analizuar provat dhe rrethanat. Edhe siç tha edhe zoti Mara, ka dhe drejtues dhe organizatorë të cilët janë kapur në kuadër të këtij hetimi. A ekziston risku për të rifilluar aktivitetin kriminal? Ai riski është gjithmonë i mundshëm, detyra e jon, bashkërisht e autoriteteve italiane dhe autoriteteve shqiptare, është që të zhvillojmë hetime, një hetim model, siç e përmenda edhe më parë, mes 2 prokurorive dhe midis Dias dhe Byros Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit dhe të bashkojnë forcat me qëllim që të mos këta grupe kriminale të mos gjejnë terren as në Shqipëri, as në Itali apo kudo tjetër në Europë. Është një sfidë e përditshme, nuk mbaron në një ditë patjetër, edhe nesër do përballemi edhe pas nesër dhe në vijim. Por ne jemi të përgatitur për të përballuar këto sfida. Keti. Sa kanë kuar dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë në këto operacione, pasi në çdo grup të strukturuar kriminale e bashkëpunëtorëve? Quanto sono state importanti le testimonianze dei collaboratori di giustizia in questa indagine? Le dichiarazioni dei collaboratori sono molto importanti. Deklaratat e bashkëpunëtorëve janë shumë të rëndësishme perché riescono a darci una descrizione sepse na japin një përshkrim dall'interno nga brenda i grupeve të organizuara. E costituiscono sempre Dhe përbëjnë gjithmonë in ogni indagine në çdo hetim una delle preziose, anzi più preziose risorse një investigative nga burimet më të çmuara të hetimeve për të kuptuar le dinamiche, dinamikat gli sviluppi dhe zhvillimet all'interno brenda dei gruppi criminali. grupeve kriminale. Non solo i cambiamenti che Jo vetëm ndryshimet riguardano që gjithnjë dei fenomeni associativi i che si përkasin sviluppano nel tempo, fenomeneve që zhvillohen ndërkohë, ma sotto il profilo dei reati che realizzano. por në profilin e veprave penale që realizohen, të territoreve ku bëjnë aktivitet, të interesave të përbashkëta me ambientet e anche i ruoli dhe effettivamente ricoperti rolet që mbulojnë nei gruppi, në grupe, con i cambiamenti che ci sono nei gruppi, me ndryshimet që bëjnë në grup, perché si cresce in un gruppo criminale, sepse rritën në një grup kriminal, può cadere. pastaj mund të rrëzohen, E questa conoscenza dhe kjo può njohje arrivare in maniera immediata mund të vinë në mënyrë të menjëhershme attraverso il racconto chi nëpërmjet faceva parte tregimit të atyre që bënin pjesë në këto grupe. e fa da cornice Dhe përbën kornizën delle notizie raccolte attraverso gli altri e lajmeve të mbledhura investigativi, nga me anë të mjeteve të tjera të hetimit, intercettazioni, përgjime, servizi di osservazione, shërbimet vëzhgimit, localizzazioni, lokalizime, vengono uniti tutti bashkohen të gjitha attraverso il racconto del collaboratore di bashkë me tregimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. La condivisione Ndarja dei collaboratori di giustizia e bashkëpunëtorëve të drejtësisë mes shteteve è sicuramente una sfida del futuro. është një sfidë së ardhmes.
Ka dhëna deri tani që ky grup Ci sono dati Se questo gruppo criminale ha goduto di un supporto politico a partire dalle dichiarazioni della politica su questi soggetti di questo gruppo. Lidhur kjo edhe nëse do tetohet për krime zgjedhore, do të patur parasysh edhe momentin ku pak ka disa buxhetime për krime zgjedhore dhe një pyetje collegato anche con le indagini elettorali. Non ci sono, diciamo, dichiarazioni Jo, nuk ka deklarata. che riguardano le elezioni. Pyetje për datën kur pse është zhvilluar tani. Për kë? Edhe kishte pyetur vim edhe për datën pse. Anche per Scusa, ma può venire fundin e pyetjes? Pse shton tani datën? Come mai Come si sono svolte in questo momento dopo le nuk ka të bëjë elezioni? fare me zgjedhjet. Ha a che fare quindi o no? Ne si skuadër veprojmë si skuadër, edhe datën e dakordësojmë së bashku. Kushtohemi nga njëri tjetri lidhur me dinamikën e Operiamo insieme hetimit, come squadra e me la data la marrjen e stabiliamo vendimit insieme, në non ha a che fare gjykata, con la condivisione. si dhe me përgatitjen për ekzekutim të masave të sigurimit, sepse është një operacion ndërkombëtar, nuk zhvillohet vetëm në territorin shqiptar, është zhvilluar në territorin italian, në territorin të shtetet të tjera, kur janë gjetur apo bëhen përpjekje, edhe tani që vazhdojnë bëhen përpjekje për të identifikuar, për të lokalizuar dhe kapur antarë të tjerë të grupit. Kështu që ajo që është e sigurt është që është një, siç ndodh gjithmonë në skuadrat përbashkëta hetimore, është një datë e dakordsuar me autoritetet italiane. Dhe me Eurojust. Edhe me Eurojust. Se dua të harrova të them dhe Eurojust, se cili është pjesë e rëndësishme e gjithë procesit. Cili ka qenë funksioni në policinë e shtetit e dy funzionarëve të Qual era policisë? la funzione degli ufficiali della polizia? Dhe Che ruolo coprivano? nga organizator këtij organizati kriminali janë arrestuar dhe sa nga organizatorët janë në kërkim. Quanti organizzatori sono in arresto e quanti sono Rapi një in të pyetje, ricerca? riciklohet e jeta pyetje. Vazhdo për ato të policëve, funksione të tjera të këtë përgjigje. Atëherë, sa përket punës së policisë kanë patur të dy Ufficiali di polizia, funksione, njëri ka punuar në policinë e kufirit, uno lavorava nella polizia della frontiera, tjetri ka patur një pozitë të rëndësishëm uno ricopriva un ruolo importante në polici, nella polizia, shef seksioni, capo di dipartimento. po. Ndërsa për pyetjen e dytë ne sqaruam Abbiamo già chiarito pastaj dhe pjesë e ndarjes roleve do një kohë shumë gjatë, anche la divisione dei ruoli, gjatë hetimit, gjatë gjykimit, ne sqaruam. tempo lungo Por edhe gjë, durante il giudizio. edhe gjë. Edhe Un'altra cosa, e tha zoti Dumani më parë, edhe në këto momente që ne flasim, anche oggi che stiamo parlando, po vijojnë hetimet, ndërkohë po vijojnë edhe proseguono le kërkimet indagini për personat e tjerë për cilët duhen anche le vizituar ricerche apo per mamasat e altri sigurimit. soggetti per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Për ta mbyllur edhe një herë falenderoj zotin Rossi për pranimin e tij këtu, zotin Carbone, kolegët prokurori italian, kolegët shqiptar, Anche i colleghi albanesi, edhe përfaqësuesit Dias, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit, por një falënderim i veçantë shkon un grazie për molto particolare hetuesit e byros kombëtare të hetimit, të përfshirë në këtë hetim të cilët nuk janë në tavolinë, nuk duken sepse ata vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, për hetuesit italianë, oficerët e policisë gjyqësore italiane të Dias të përfshirë në hetim, kam patur fatin që pjesën më të madhe të tyre t'i takoj, të shkëmbej, të informacion, të diskutoj me të, ashtu siç e thash, hapur me njëri tjetrin, sepse vërtet ata i kanë dhënë një dorë të rëndësishme dhe kanë çuar parë këtë hetim. Nuk duken, por ama
ata kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ecjen para të këtij hetimi dhe sfundi, jo më pak të rëndësishëm, dua të falenderoj përfaqësuesit e Interforcës në Shqipëri për mbështetjen, për rolin që kanë luajtur gjatë gjithë procesit, kanë qenë shumë aktiv, kanë ndërmjetësuar takimet e përhershme që kemi bërë, her pas hershme që kemi bërë me përfaqësuesit e prokurorive të Barit, kanë shërbyer si një ujë komunikimi në rastet her pas here me autoritetet e Barit dhe një falënderim në çantë edhe për përfaqësuesit e Interforce. Shumë faleminderit përfaqësuesve të mediave. S'kishim parë ndonjëherë kaq shumë në zyrat tona, por shpresojmë të kemi edhe takime të tjera. Speriamo in altri incontri. Faleminderit. Grazie.